Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një muaj të mbarë dhe të begat. Dhe të fillojmë të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 çinjat e zodiakut për 1 gusht 2026. Ju faleminderit. Dashi. Këtë të shtunë, mos I mbaj më brenda fjalët që të rëndojnë zemrën. Ka ardhur momenti të shprehësh atë që ke ndjerë prej kohësh për një situatë në shtëpi ose brenda familjes. Ndoshta ke hezituar nga frika se mos krijohen keqkuptime, por heshtja nuk po sjell zgjidhjen që kërkon. Më 1 gusht, ndërsa hëna në peshq harmonizohet me Mërkurin në Gafore, do ta kesh shumë më të lehtë të flasësh me ndershmëri dhe qetësi. Fjalët do të dalin natyrshëm nga zemra dhe do të kenë fuqinë të zbusin tensionet e vjetra. Ky është një moment I shkëlqyer për të sqaruar keqkuptime, për të kërkuar falje nëse është e nevojshme, ose për të shprehur atë që ke mbajtur brenda vetes. Mos u shqetëso nëse ndihesh emocional, pikërisht sinqeriteti yt do të kërkojë afërsi dhe mirëkuptim. Kur ti tregosh nijat e tua pa akuza dhe me respekt, do të shohësh se edhe të tjerët do të jenë të gatshëm të dëgjojnë. Ky mund të jetë fillimi I një kapitulli më të qetë dhe më harmonik në marrëdhëniet familjare. Demi, 1 gusht Dem. Lëre krijim të rinj të rrjedh lirshëm, energjia e fortë e elementit të ujit, këtë të shtunë zgjon imagjinatën, ndjeshmërinë dhe frymëzimin tënd Dem. Është dita ideale për të marrë me një pasion artistik ose për t'i dhënë jetë një ideje që e ke mbajtur prej kohësh në mendje. Nëse ke menduar të shkruash një tregim, të pikturosh, të krijosh muzikë apo të provosh një hobi të ri, mos e shtyj më. Frymëzimi që ndjen sot mund të të çojë drejt diçkaje të bukur dhe të papritur. Edhe nëse nuk merresh me art, kjo energji do të të ndihmojë të shohësh problemet nga një kënd vështirëmiri dhe do të gjesh zgjidhje origjinale. Mos u përpiq të kontrollosh çdo detaj ose të mendosh vetëm në mënyrë praktike. Ndonjëherë përgjigjja më e mirë vjen kur I beson intuitës dhe ndjek atë që të thotë zemra. Lejoje veten të eksperimentosh, të ëndërrosh dhe të shprehësh atë që ndjen. Kjo ditë mund të sjellë jo vetëm kënaqësi personale, por edhe ide që do të kenë ndikim pozitiv në të ardhmen tënde. Binjak, beso më shumë te intuita jote, veçanërisht kur bëhet fjalë për karrierën dhe drejtimin që dëshiron të marrësh në jetë. Brenda vetes ti e di shumë mirë se çfarë të bën të lumtur dhe cilat janë ëndrat e tua të vërteta, edhe nëse ende nuk je gati ti pranosh plotësisht. Ndonjëherë duket më e lehtë të qëndrosh në një situatë të njohur sesa të ndjekësh atë që dëshiron vërtet. Frika nga ndryshimi mund të bëjë të hezitosh, por më 1 gusht, hëna në peshq, të nxit të dëgjosh zërin tënd të brendshëm dhe të mos injorosh ndjenjat që të vijnë. Nëse ke filluar të ndjesh se puna ose rroga profesionale ku ndodhesh nuk përputhen më me ëndrat dhe qërimet e tua afatgjata, mos e shpërfil këtë sinjal. Ndoshta është koha të eksplorosh mundësi të reja, të mësosh diçka tjetër ose të fillosh të planifikosh një ndryshim. Binjak, instinkti yt po përpiqet të tregojë diçka të rëndësishme. Besoji I vetes dhe mos ke frikë kërkosh një rrugë që të sjellë më shumë kënaqësi dhe kuptim. Shpesh ndjenja që ke brenda është hapi I parë drejt një kapitulli të ri dhe më të mirë. Gafore, Mërkuri ndodhet në shenjën tënde dhe formon një lidhje harmonike me hënën në peshq, duke e bërë këtë të shtunë një ditë të fuqishme për të shprehur dëshirat dhe ëndrat e tua. Fjalët e tua kanë peshë të veçantë, ndaj mos ki frikë të flasësh për atë që dëshiron të arrish. Shpesh I mban ëndrat vetëm për vete, nga frika se mos u realizohen ose se të tjerët nuk do t'i kuptojnë, por më 1 gusht energjia astrologjike të fton të bësh të kundërtën. Thuaj me të lartë synimet e tua, ndaj me njerëzit që të mbështesin ose shkruaj në një fletore. Kur I shpreh me besim ato marrin më shumë forcë dhe drejtim. Intuita jote është veçanërisht e mprehtë sot, ndaj beso mesazheve që të vijnë nga zemra. Ky është një moment ideal për të vendosur qëllime të reja dhe për të bërë plane për të ardhmen, për të besuar se je në rrugën e duhur. Universi duket sikur po dëgjon çdo fjalën tënde, ndaj forme optimizëm, besim dhe sinqeritet. Ajo që mbjell sot me mendime dhe fjalë pozitive do të jap fryte të bukura në javët dhe muajt që vijnë. Luan, lejoje veten të jesh më I hapur dhe më I ndjeshëm. Kjo është periudha jote dhe natyrshëm je në qendër të vëmendjes. Njerëzit të shohin, të admirojnë dhe presin shumë prej teje, por kjo nuk do të thotë se duhet të jesh gjithmonë I fortë dhe të tregosh vetëm anën tënde perfekte. Më 1 gusht, kur Mërkuri në Gafore krijon një lidhje harmonike me hënën në peshq, është momenti ideal për të hequr pak nga maska që ke mbajtur. Nuk ke pse të fshihesh pas buzëqeshjes ose sikur të bësh sikur çdo gjë është në rregull gjatë gjithë kohës.
Edhe ti ke nevojë për mbështetje, dashuri dhe mirëkuptim. Kur je pranë njerëzve që të duan vërtet, lejoje veten të tregosh emocionet e tua. Të qenit i pambrojtur nuk të bën më të dobët, përkundrazi, të ndihmon të krijosh lidhje më të thella dhe më të sinqerta. Luan, forca jote nuk qëndron vetëm te mënyra si shkëlqen para të tjerëve, por edhe te guximi për të treguar kush je në të vërtetë. Këtë të shtunë, zemra jote mund të të çojë drejt marrëdhënieve më të afërta dhe një ndjenje më të madhe qetësie brenda vetes. Vigjeresh, Venusi ndodhet në shenjën tënde dhe kjo të bën jashtëzakonisht tërheqëse, të ngrohtë dhe magnetike. Këtë periudhë energjia jote personale është në një nivel shumë të lartë, duke të ndihmuar të krijosh lidhje më të bukura dhe më të sinqerta me njerëzit përreth teje. Kombinimi i Venusit në Vigjeresh me lidhjen harmonike me Sënës në Peshqin dhe Mërkurit sjell energji të veçantë në marrëdhëniet. E shtuna mund të jetë një nga ditët më të favorshme të muajit për dashurinë, miqësinë dhe afrimin emocional. Në kohët e fundit, një miqësi ose një lidhje romantike është ndier pak jashtë ekuilibrit. Kjo është koha për të hapur zemrën dhe për të folur me sinqeritet. Një bisedë e qetë dhe e ndershme mund t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njëri tjetrin dhe të lini pas keqkuptimet. Këtë të shtunë nuk bëhet fjalë vetëm për të rikthyer harmoninë, por për ta çuar marrëdhënien në një nivel më të thellë. Duke treguar ndjenjat dhe duke dëgjuar me kujdes, mund të krijosh një lidhje më të fortë, më të besueshme dhe më të qëndrueshme. Vigjeresh, beso në fuqinë tënde për të sjellë dashuri dhe qetësi në jetën tënde. Energjia e kësaj dite të kujton se lidhjet më të bukura ndërtohen kur lejojmë veten të jemi të vërtetë.